Jo, në rregull. Elektorati që voton, domethënë, ish elektorati LDK-s që voton për VV-n është krejt tjetër sa ata votojnë për natë PDK-s. Po njerëz e LDK-s që kanë shku, sot janë pjesë e strukturave televizive vendosje, nuk është që shku me luftu kundër PDK-s, po janë shku me mri karrierë më shpejt. Me mri karrierë më shpejt. Kur gjos kanë bëj ata janë njerëz. Po pse kush janë ata që kanë shku në komunën e Mitrovicës ta udhëhesh një njeri që u rrit LDK. Po. Edhe po Dojevën e tjetër ai bekim. Po Dojevën ta udhëhesh njeri presidentës ekipi, presidentës të poshtë, gjithë ekipi, presidentës të poshtë janë njerëz të cilët e kanë shfrytzuar popularitetin e Albin Kurtit për me mri një pozitë vetën. Edhe dinë të tonë se vetëm individ, LDK-ja mbetet si strukturë dhe parti politike unike. Këta janë individ që kanë dalë dhe kanë në taksirot kanë fitu që shtojnë. Kjo është në mënyrë aksidentale. Edhe tash ti keni president aksidentale, ti kje kreti ki që shtu këto. Ka mënyrë aksidentale. Edhe në Mitrovicë keni njeri që vetë që me kontribu LDK-s shkon dikun tjetëri kontribu. Ata që shku nga Mario Koft. Shpetin Bulliqi aksidentalisht ta mu 2 herë po Dojevën si pas tje. Kush? Shpetin Bulliqi. Që gjithmonë herën e parë merr aksidentalisht. Për shkak turmave, herën e dytë kur e ki pushtetin pak ma lehtë fiton. Po pikërisht, domethënë kur ta ki pushtetin pak ma lehtë. Kjo është analizë e mirë. I ki herën e dytë, herën e tretë, e katërt